Hej, du me ja u tregu një tregim. Kishte qenë njëherë një breshkë e cila po ngjitej malit 8 pjetë dhe kafshët tjera filluan ta qeshnin. Aty pranë ishte lepuri, dhelpra dhe kafshët e tjera. Dhe të gjithë filluan ta qeshnin dhe t'i thonin breshkës se ti nuk do të mund të ngjitesh kurrë në mal. E megjithatë, breshka vazhdonte të hidhte hap pas hapi. Më në fund u ngjit në maje të malit. Kur arriti atje e pa një zog i cili ishte i lënduar dhe nuk po njihej i sigurt nga lartësia. Andaj ajo e hidhi në shpind dhe filloi të zbres malit të poshtë. E solli deri poshtë përsëri dhe aty e la zogun. Kafshët të cilat kishin qeshur deri më tani filluan dhe po e admironin. Andaj breshka ju tha vetëm një fjalë. Nuk është me rëndësi sa shpejt shkoni diku. Me rëndësi është mirësia që e leni gjatë rrugës. Andaj miq të dashur, edhe ne nuk duhet të masim shpejtësinë e akteve të dikujt apo edhe forcën e tjetrit. Por gjatë rrugës të jetës, gjatë rrugtimit jetësor, sa mirësi kam bërë. Andaj, sa herë t'u jepet mundësia, bëni mirë.